Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndaluar tek artisti më i dashur shqiptar, artisti që në fakt akoma mban audiencën bërthyer për ekrani tek Gjesti. Gjesti së fundmi ka paralajmëruar projektet e tij të radhës, do të thënë janë projekte gjigande. Gjesti siç duket po punon me një intensitet shumë të lartë për të rikthyer në një shtator apo në një vjeshtë shumë dinjitoze që do të na falën dashuri, do të na falën adrenalin dhe do të na falën pozitivitet. Artisti shqiptar Gjesti po përgatitet të sjellë projektin e tij të radhës muzikor pas suksesit të bashkëpunimit që pati me Dhurata Dora të këngës Gasolina. Kënga Gasolina në fakt zuri një vend shumë të veçantë në tregun muzikor, do me thënë të gjithë e komentuan, të gjithë e folën, të gjithëve në një farë mënyrë ju pëlqeu dhe e duartrokitën Gjestin për përzidhjen e bashkëpunimit që kishte bërë. Do me thënë Gasolina është një këngë e cila u përfol para se të ndodhte situata e familjes e vllaut të Gjestit, por Gjesti vendosi që atë gjë të cilën e kishte lënë pezull të mos e lërë më pezull, por ta sjellën te publiku dhe publiku me patjetër që ja vlerësoi këtë nismë. Gjesti ka ndarë me ndjekësit disa pamje nga studio, duke treguar se është duke punuar një këngë të re. Përmes një postimit në Instagram, Gjesti ka lënë të kuptohet se projekti i ri do të publikohet së shpejti, duke shtuar kurreshtjen e të gjithë fansave. Shumë shpejt do ta dëgjoni edhe ju, ka shkruar ai krahas pamjeve nga studioja e madhe. Megjithatë, Gjesti ende nuk ka zbuluar titullin e këngës apo datën e saktë të këtij publikimi. Do të thënë Gjesti po na vjen me një super projekt fantastik, një super projekt gjigant që do të mbërthej audiencën shqiptare për ekrani. Jam i bindur që Gjesti di të bëj gjëra të veçanta. Për shembull, unë do ta kisha klasifikuar këngën Veshun Dreçu, Princesh, të gjitha këngët e Gjestit në fakt kanë qenë hite që vërtet kanë ardhur bukur tek publiku dhe janë duartrokitur nga publiku dhe me patjetër edhe në këtë radhë, do me thënë Gjesti do të jetë në qendër të vëmendjes me projektin e tij të radhës. Nuk kemi akoma një zbulim në fakt se çfarë do të përmban ky projekt brenda. A do të jetë një projekt i cili do të jetë i kushtuar dashurisë, a do të jetë një projekt i cili do të jetë i kushtuar këngës së bukur, gjithsesi do me thënë pa pak ngjyra dashurie nuk do të ketë. Nga Gjesti pikërisht në këtë video do të kaloj tek Loredana Brati. Loredana Brati në përditshmërinë e saj ditë na dhuroi emocione interesante, ditë na dhuroi pozitivitet dhe së fundmi ka ndarë një video ku duket Loredana tepër e kuruar dhe shumë dinjitoze. Do me thënë të gjithë duke pyetur se çfarë po ndodh me fatin e Loredanës. Loredana nuk është se me thënë drejtën ja ka besuar zemrën dikujt, do me thënë e duke që është e lirë dhe është në paqe me vete, do me thënë po shijon të gjithë këtë sukses, po shijon të gjithë këtë verë të ngrohtë, nuk është se po punon me një intensitet shumë të lartë për të zënë role të rëndësishme dhe vende të rëndësishme në televizionin Top Channel, do me thënë e shikoj që i ka lënë gjëra të shtruar sido që t'i vinë ashtu i përjeton dhe nuk është se ka publikuar ndonjë projekt për të ardhmen përpos fakti që po e shijon verën. Edhe pse u përfol në lidhje me Gjestin një storie dashurie diçka e tillë, duke që Lori dhe Gjesti janë thjesht miq të mirë dhe nuk kanë ngatruar kur kabullat e zemrës së tyre në këtë rrugtim.